ishte java jonë. Ishte java e qytetarëve. Ishte java e opozitarëve. 10 shkurti, kryengritja paqësore më e fuqishme të historinë e Shqipërisë pas 20 shkurtit të vitit 1991, pati një jehon të jashtëzakonshme në Shqipëri dhe në botë. Ndaj dhe do të përsëris mirënjohjen time më të pakufishme për të gjithë ata që u përgjigjen thirrjes së ndërgjegjes tyre, që me 10 shkurt në kryengritjen madhështore paqësore tronditën gjerë në palc narkoregjimin dhe përcollën në çdo zemër, në çdo votër shqiptare, por dhe të gjithë miqt e Shqipërisë dhe njerëzit i ridashtë në botë, mesazhin e shpresës, mesazhin e dignitetit të qytetarëve shqiptar përkundër lajmeve të zeza, përkundër qëndrimeve të turpshme, të kreut të organizacë kriminale dhe qeveritarëve të tij,